Dy të arrestuarit për grabitjen e muzeut të Luvrit pranojnë autorsinë. Dy burrat e arrestuar lidhur me vjedhjen e spektakolare në muzeun e Luvrit 2 javë më parë kanë pranuar pjesërisht përfshirjen e tyre në grabitje sipas autoriteteve franceze. Të dy janë identifikuar nga ADN-ja gjatë hetimeve dhe dyshohet se përdorën mjete elektrike për të depërtuar në galerinë Apollon të muzeut për të vjedhur disa nga kurorat e famshme franceze. Vlera e sendeve të vjedhura arrin 88 milion euro, rreth 102 milion dollar. Ngjarja ndodhi më 19 tetor, ku 4 hajdut depërtuan në muze në mes të ditës. Prokuroria e Parisit, Lori Baku, tha se kurorat nuk janë rikuperuar ende dhe grupi i përfshirë mund të jetë më i madh se 4 personat e kapur nga kamerat e sigurisë. Të dy të arrestuarit janë në 30 e tyre dhe kanë rekorde kriminale. Njëri u kap desa përpiqej të hiqte në fluturim drejt Algjerisë, ndërsa tjetri nuk kishte plane për të lënë Francën. Nuk ka tregues që vjedhja të jetë qenë një punë e brendshme, duke përjashtuar përfshirjen e punonjësve të muzeut. Megjithatë, prokuroria Beku nuk përjashtoi mundësinë që pas ngjarjes të ketë më shumë se të 4 të dyshuar të kapur nga kamerat e sigurisë, përfshirë ata që mund të prisnin për të marrë kurorat e vjedhura. Duhet shpresojë që kurorat do të gjenden dhe kthehen në Luvr më gjerë në shërbim të kombit, tha ajo. Një kuror që përkiste dikur perandores Eugenie, gruas Napoleonit të III, ra gjatë arratisjes së hajdutëve dhe dëmet ndaj saj po vlerësohen. Bokuk kritikoi gjithashtu shpërndarjen e informacionit parakohshëm mbi rastin, që sipas saj ka vështirësuar përpjekjet për rikuperimin e kurorave. Pas incidentit, masat e sigurisë në misionet kujdorore franceze janë përforcuar. Luvri ka vendosur disa nga kurorat më të çmuar në Bankën e Francës në një depë të sigurt 26 metra nën tokë për të garantuar mbrojtjen e tyre të përhershme.